E di çfarë më kujtua në fakt? Unë po flas në cilësinë e një njeriu që haptazi dhe modestisht pranoj që nuk marr vesh fort nga futbolli. Shoh vetëm kombëtaren, ama ajo çfarë unë vërej si një njerëz që realisht nuk ja ka iden as cila është lëvizja, goditja e radhës, aksioni i radhës, por më duket sikur këta çunat e kombëtares së sotme janë fiksuar që po e kap topin ose do ta afrojnë drejt portës dhe të tentojnë të bëjnë gol dhe ta humbasin ose shokut nuk ja hedhin kolegut asnjëherë. Altini do ta vlerësoj këtë, se edhe si trajner tash nga këndvështrimi i trajner unë se di tani. Kështu që dua një koment patjetër. Tani e shoh un gabim apo kështu ndodh? Vje keq që ta them, po e shef gabim. Okay. Jo, dëgjoj, ne sukseset tona si skuadër, si do flasim edhe për kombëtarën. Do flasim patjetër, do vime. Ne sukseset tona si skuadër si kemi pas individualisht, kemi pas si grup. Kur kemi funksionuar si grup, kemi pas sukses. Ndryshe, nëse dikush, në fakt na ka nderu me raste të veçanta në një aksion personal aty Hasanit me gjytjet nga larg, domethënë, e ka marrë topin vet ai nga krau, futur brenda, ka godit. Ky është aksion individual, domethënë. Por në përgjithësi luajmë në ekip. Ne jemi skuadër që luajmë në ekip. Okay. Dhe po funksionojmë si skuadër, atëherë ne fitojmë. Ma më bëhet çefi që jam gabim në këtë pikë, Nuk është se je komplet gabim. Nuk je komplet gabim, jo. Po se përgjithsisht shikon, nuk dua ta përgjithsoj, po është krijuar një farë opinioni për ne shqiptarët që nuk funksionojnë fort në ekip në çdo gjë, jo vetëm në futboll. Po që është mirë kjo që thua ti që në futboll të paktën funksionua kemi me ekip. Jo. Kjo është paktën çka kemi dhënë këto vitet e fundit. Edhe herën e parë që u kualifikuam me Debiazin, ishte ekipi, s'kishte stars aty brenda, domethënë që nxjidhin situata vet. Edhe tani skuadra funksionoi gjithë në grup. E vërtet. Kemi një Armando Broja që në fakt ka veti individuale shumë të mira, që mund të jetë pak më lart se sa lojtarët e tjerë. Pati një moment mirë sapo doli, sidomos dy ndeshje me Hungarinë, që e tregoi këtë element, që e mori vetë iniciativën, shpërtheu vetë dhe bëri gola vetë. Domethënë lojtar që merr topin vetë, triplon dhe bë gol. Po ai nuk është në forcën e dur për momentin. Ka pas shumë dëmtime, shumë peripecira. Dhe uroj sinqerisht, e kam thënë edhe në media tjera që ne na mungon forca dhe talenti i Brojës që ka. Sepse do jepte një ndihmë të jashtëzakonshme ekipit kombëtar me iniciativët e veta personale, individuale që dhe talentin që ka. Dhe ishte fort të shtuar, domethënë ekipit kombëtar. Që se do të pyesja më vonë, po ta bëj tani si pyetje. Pse nuk prodhojmë dot ne po themi talentet më dha individuale në futboll? Dhe nuk besoj që na mungon po themi talenti i fëmijëve në këtë pjesë. Se fëmijë të talentuar kemi si ne, si Brazili, si Franca, si Gjermania, po them fëmijë, kur janë atë moshë fëmijë, po aq të talentuar. Po pastaj diçka ndodh aty kur rritesh që ti nuk e prodhon dot po them hajde po e them një Ronaldinho apo një Messi apo një Ronaldo në fazat më të rritura të jetës tënde dhe të karrierës. Atëherë ti e lidhe shumë bukur në fakt. Edhe un kam dalë me konkluzion që geni on genetik i shqiptarëve lidhet shumë si geni brazilian i lojtarëve, DNA-ja si më thënë. Futbolli ka lidhje me pjesën trupore të legenit, pra lëvizshmëria e trupit ka lidhje direkt me legenin, pra driblimi, shpejtësia. Çfarë duhen në futboll domethënë elementet. Brazili ka këtë nota 10 domethënë, për ne prodhon shumë lojtar. Pastaj duhet të kemi parasysh dhe gjë. Ne jemi maksimumi 3 milion banor. Ne kemi nxjerr shumë dhe marrim nga jashtë, sepse me gjithë ato që janë jashtë bëmi gati 10 milion. Dhe po të bësh një diferencë 3 milion që janë këtu brenda Shqipërisë me 7 milion tjerë që janë jashtë, po e marr diku. Po. Atëre plus edhe kushtet, se po flasim ato që jetojnë janë jashtë kanë metodika e kushtet tjera trajnimi. Atëre patjetër që shumica e lojtarëve do vinë nga jashtë. Është logjike kjo. Pse Shqipëria nuk prodha më? Aq shumë sa ka prodhuar paktën para brezit tim, në kohën e Suldo Mollarit, se unë atë maj me, domethënë që jam rrit me atë brez, tu i pa. Edhe në brezin tim që luajta unë, nuk po më merr më të shih se janë shumë, jashtë mase domethënë, të talenta që
çan edhe në Europë, luajtën nëpër Bundesliga, në Itali e në Spanjë, domethënë, lojtar fantastik që kanë dalë nga brezimi, pothuajse nga sistemi komunist. Pse sot nuk po dalin ai shumë lojtar nga Shqipëria, po dalin me kokra gjithmonë. Nuk kujtohen gjithë emrat tash, Uzuni një nga këto kampionat shqiptar. Manaj por nuk është i kampionat. Mana është rrit në Itali. Nuk vjen nga kampionati shqiptar Mana. Janë disa emra nuk më vjen ndërmend tani, por është shumë pak. Unë besoj edhe e diskutuam dhe pak më parë me kolegen që sistemi i akademive në Shqipëri filloi mbrapsht. Filloi mbrapsht për një arsye. Pra duke u organizuar akademitë në Shqipëri me fusha të reja, po me sistem të futet kushdoj, ti nuk mund të krijosh një konkurrencë me atë që është i talentuar, me atë dhe me atë që nuk është i talentuar. Pra duke u stërvit bashkë ato, ai që është i talentuar nuk mund të zhvillohet, ai shumë duke u stërvit me atë të jo talentuar që vjen lu futboll për qef. I duhet pa konkurrencë. Duhet konkurrencë, vetëm konkurrenca e zhvillon çdo gjë. Është gjithandej, nuk është vetëm futboll. Kështu është vetëm futboll. Pra, unë duhet të stërvitem me lojtar pa aq të fortë sa unë që unë të zhvillohem. Po. Unë momenti që stërvitem me një shumë të dobët që s'ka din futbolli, por ka ardhur aty thjesht për qef. Atëherë unë nuk zhvillohem si futbollist. Unë e tribloj atë thjesht, se nuk shtrëngohem, pa u shtrënguar. Nuk ka nevojë të sforcohem edhe të pra, këtu fillojmë mbrapsh. Edhe vazhdon edhe sot disa ditë, megjithëse sot paktën nga informacionet sikur kanë ndryshuar pak, kanë filluar sistemin e seleksionimit, pra këto të fortit i ndajnë veç, me ato që vijnë për qef i ndajnë veç. Qartë. Ky është problem sistemik, po thua. Patjetër. Problem sistemik. Patjetër. Edhe fushat, themi drejtën, ka shumë pak fusha futbolli. Këtu fushat e futbollit që erdhën nga koha e Enverit u bën gjithë ndërtime pallate, tani po bëhen prap nga e para me investim privat, me investimin nga Federata Shqiptare e Futbollit. Edhe shteti shqiptar, paktën çfarë po dëgjoj unë, ka investuar në këtë drejtim, po me stadiume, po ngrehet infrastruktura, po që është akoma dobët në krahasim me shtetet europiane. Edhe kjo është një nga faktorët pse ne nuk prodhojmë shumë futbollista të talentuar, që ndoshta kanë genin, talentin e gjitha, po s'kan këto tjera që unë sapo përmenda. Altin, ne do mbërrim patjetër prap te kombëtarja edhe tek futbolli në Shqipëri, çfarë mund bëhet më mirë, po ne na pëlqen të kthehemi gjithmonë pas tek fëmijëria, se ajo është pjesa më do me thënë se secilit prej nesh, ajo na formon. Pra edhe nëse ne marrim një drejtim apo një tjetër në një moment më vonshëm të jetës, na fillon gjithmonë ka pas tek fëmijëria. Duhet kthehemi aty për ta kuptuar e për ta analizuar më mirë. Edhe po kthehemi në vitet 70-80, në kavajën e asaj kohe, në kavajën tënde, qytetin që të rriti dhe besoj bindshëm të bëri njeriu që je sot, se dhe nuk e di në jam e saktë apo e gabuar këtu, po kavaja ka prodhuar shumë futbollistë mirë dhe shumë talente në fushën e sportit. Sokol Cikaleshi për shembull, Sulbusi, Andi Lila, apo jo, jam gabim, Cikaleshi, po, Kavajs. Po. Si e kujton atë kohë? Dhe gjë tjetër, ne dim, ka një ndarje kështu gjinore, që çunat kur janë të vegjël luajnë futboll. Gjithë mblidhen aty çunat e lagjës, sidomos në atë kohë kur kishte edhe fusha edhe mundësi të bëhej kjo, kurse vajzat kanë përshtypjen në atë kohë luanin me petka, ajo duhet të ketë qenë loja më e përhapur. Po jo të gjithë bëheshin futbollistë. Si e kuptove që nuk do ishte thjesht ajo loja që ti luan me çunat, po do ishte edhe profesioni, jeta, dashuria jote më e madhe. Në fakt unë e kthej gjithmonë kokën pas te ajo kohë. E kthej për një arsye, edhe për nostalgji vet, po më shumë edhe për t'i treguar fëmijëve të mi se kam dhënë 2 çuna. Më dha Zoti 2 çuna, nuk më dha gocë. Ndoshta e ka dhënë qëllimisht për një arsye veçantë për të bërë futbollista, nuk e di. Por edhe i tregoj shumë herë atyre për fëmijërinë time, si e kam kalu. Në fakt në kohën tonë fatmirësisht kishim vetëm topin. S'kishim as telefon, as PlayStation, as domethënë topi ishte prej lecke apo jo, top apo shkova shumë larg. Jo, topat ishin llastiku ato. Okej, lastik. Topa llastiku, bile
ka pasur shitje, domethënë top elastiku, kanë qenë 2 lloj topash, top 100 lekë shitenim ne, që ishte pak më i madh, dhe top 50 lekë pa ishte i vogël, si gjyle. Po të thanin ama, ishin kështu me top elastiku, domethënë ikshin shumë ato se ishte elastik, godishin shumë top atlet. Domethënë ose harroj aty ku unë jam rrit kishim sikur zotit, unë kisha shkollën afër dhe shkolla kishte një fush, duhet ta pranojmë këta gjëra siç kanë qenë, domethënë çdo shkollë kishte fush futbollit madhe, kishte fush basketbolli me qymyr, se s'kishte atë, ta vetëm me qymyr. Dhe ne kishim mundësi me lujt, ku me lujt. Dhe unë 90% kohës aty e kaloja. Pra, tu lujt me çunat e lagjës te fushat e shkollës. Dhe kjo ndoshta më dha një shtesë dhe më bëri shumë mirë që unë në të ardhmen pastaj ta shfryzoja për të bërë futbollist. Dhe duke qenë nga mjesi deri në darkë vetëm me topin dhe asgjë tjetër, them është një arsye shumë e madhe dhe kjo vjen edhe nga hobiu që kishte, ai ishte hobi, nuk ishte as puna gjë. Unë isha fëmia, ishte hobi. Dhe patjetër aty e kupton pastaj që ky lloj hobi, moment që ti të kesh mundësi ta kthesh në punë, është shumë e mirë, po në kohën time, domethënë unë kam bërë kontratën e parë atë, s'kishe kontratë, po domethënë jam fut në skuadrën e parë profesioniste që ishin ato, që lutën kategorinë e parë. Besa nga Kavajës, jam fut 18 vjeç. Dhe nga mosha pasi mbarova shkollën fillore, shkolla që unë vazhdova ishte shkollë sportive, pra ishte sistemi në kohën e komunizmit që ishte goxha i mirë i organizum. Pra nuk kishte skuadra, siç ka sot për shembull, që e fillonin futbollin skuadra private. E fillonin 6 vjeç me skuadra. Atëherë kishte klasa sportive, pra shkolla sportive. Dhe ne u stërvitshim në ato shkolla sportive pothuajse për ditë. Dhe unë bëj gjithmonë një krahasim sot. Unë kam djalin e vogël 10 vjeç, stërvitet me skuadër 3 herë në javë. Vetëm 3 herë në javë. Detyrohem mund 2 herë tjera ti bëj stërvitje individuale. Ta stërvitesh vetë po. Vetë. Që ai pak të marr 5 herë dhe i ditë kanë ndeshje fundjavë që të bëhet 6 herë, një ditë pastaj pushim. Nëse ne në kohën tonë kishim shkollë nga hëna deri të shtunën. Po. Dhe të gjithë këto, se ne nuk kishim ndeshje fundjavë, se ishte shkollë. Po, ishte shkollë. Dhe ne bëshim 6 herë në javë stërvitje nga 2 orë stërvitje. Dhe 2 herë në javë kishim 2 herë në ditë stërvitje dhe mbas ditës stërvitje. Dhe imagjino çfarë sistemi ka qenë. Çfarë regjim. Edhe ky është një nga arsyet pse nga brezi im, po, dolën shumë futbollistë jashtë mase. E vërtetë është. Një bum futbollisti që në fakt nuk përkonte me situatën politike të Shqipërisë. Shqipëria ishte shumë keq politikisht. Ndërkohë që nga pikpamja e sportit fundi viteve 80 ishte sistem shumë i mirë. Komunist, do të marrë nga vendet komuniste Rusia, por ishte sistem i mirë për atë kohë. Ishte shumë. Kjo do të thotë që nuk të krijoj probleme në familje, sepse ishe në shkollë sportive, nuk është si puna e atyre që kanë pasion sportin ose artin, po them, dhe vazhdojnë shkollën për inxhinier, se u thon prindit çfarë do bësh ti me futboll ose çfarë do bësh ti me instrumente, kupton? Dole këtu, se kjo është pjesa më e bukur. Babai im, duhet se pas kam thënë, në dalë. Babai im ka qenë vetë futbollist dhe ka pas cilësi ndoshta më të mira se unë. Paktën shumë më thonë njerëzit aty, se unë nuk e kisha, e kam parë të luajt me veteranët, edhe wow, domethënë shpejtësi, teknik, domethënë shumë, pothuajse më mirë se sa sulmues ka qenë ai, po diçka tjetër, ai e la futbollin herët, sepse ai u rrit panën, u rrit vetëm nga babai, e la 6 muaj e ama se vdiq, dhe babai kishte merak, domethënë ky smuhet i herë pati një ftofje të rënd ku ishte 18 vjeç. Dhe shkojnë në sanatorium, domethënë aty u friksu babai dhe e hoqi nga futbolli komplet. Domethënë ky ishte pjesa që ai nuk luajti më futboll. Dhe unë shumë cilësi të mia, domethënë e kam trashëguar nga ai. Dhe është fat i madh kjo. Sepse zakonisht çunat morën më shumë nga DNA-ja nënës se sa e babait. E vërtetë. Ke shumë fat morësh nga babai kur do më bë futbollist bëhet fjalë. Në këtë aspekt babai im gjatë gjithë kohës, sepse isha rrit me ndjenjën e babait vet. Që shkon dhe babai mbaroi shkollë, u bë do mbaroi fakultetin e arsimit dhe u bë mësues më vonë. Do nga futbollisti u bë mësues dhe automatikisht
sepse nuk kishte të ardhmë futbolli te ne. Patjetër që ti po të arrije futboll, të bëje futbollist, ishe dikushi, shifesh në qytet, në çdo qytet, Shqipëri shihesh si diçka e veçantë, futbollist, superstar si. Po jo që të siguroje jetën tënde me sepse s'kishte treg. Kishe admirimin e të tjerëve, po jo se po bëje diçka ndryshe sa i përket zhvillimit. Pikërisht. Edhe babai më nguli këmbë që unë studioja, po tash unë si kisha qef librat, them drejtën. E kupton? Kisha inteligjencë, matematikën për shkak e kisha 9. Po. Dhe lëndët e tjera pastaj isha prandaj edhe llogarit në fushë ke bërë mirë. Dhe kisha me këtë topi gjithë ditën. Dhe insistote, shkolla bi dhe ja kujtoja gjithmonë. Ja kam kujtuar sidomos në masneshjes me Gjermaninë në 94 në Kaiserslautern dhe kisha nënën dhe babain unë në qendër tribunës, të dy tu e pa neshën live në Gjermani. Edhe mbasi bëj golin unë, e gjithë tribuna aty njerëz, domethënë njerëz e kishin marrë vesh që janë prindrit e mi, dhe u kthyn gjithë nga ne, tha çfarë ishin aty dhe turnador Turqindeva. Jo ty dha Turqindeva dakor. Ai thash ha më babi, thash tisha bë më mirë, kisha marrë mësuesi ty, thash na vë këtë lloj situata si të duk. Leje bab thonë tha se s'ka, domethënë ishte gjëja që bëre mirë edhe kjo ishte e rëndësishme. Në këtë aspekt